çka ka thënë ai Krel Nikola. Do me djeg me kulla e kësolla, do me djeg këlmenin marë se s'mëla, ushtar të gjallë. Është ndarë nga jeta në moshën 75 vjeçare lautari i njohur i Malësisë Somale Yunus Delaj, një nga figurat më autentike të folklorit shqiptar. I lindur në Niksh të Kelmendit, ai u përkushtua që në fëmijëri lahutës dhe këngës, duke u bërë ndër interpretuesit më të spikatur të ciklit të Kreshnikëve. I frymzuar nga lahuta e Malësisë e Gjergj Fishtës, Delaj krijoi një stil të veçantë që e bëri të dallueshëm në skenat folklorike. Gjatë karrierës së tij ai interpretoi dhe krijoi qindra këngë epike për figura historike si Oso Kuka, Isa Boletini dhe Prek Cali, të cilat ruhen me kujdes në fondin e artë të muzikës në Radio Shkodra, ndërsa për vite me radhë përfaqësoi kulturën shqiptare në festivale brenda dhe jashtë vendit. Kur lahutën e futën në UNESCO Serbia, është i vetmi njeri, ta thonë të gojë që Yunus Delës i shkon lot. Na mori tha Serbia lahutën. E kujtoj atë rast, është shumë i veçantë, dhe mund të thëmë që është i vetmi njeri, pava Yunus Dela që i shkon në lotët në atë moment. Ka kënë shumë i luur me lahutën. Yunus Dela e ka nderimin pa letra, nuk ka nevoj, e ka ba me vepra, biles ju ka ra ka shumë vlera titujve të tillë, kur i merr gjithkusht sa Yunus Delajn, më duket se ul me i dhënë tituj të tillë që kanë marrë të tjerët. Nuk di cilin titull me gjet për Yunus Delajn, as për atashin për lahutën legjendare. Përfshirja e lahutës në UNESCO u pas si një vlerësim edhe për misionin e tij, i ka Yunus Delajt lë një boshllëk në kulturën shqiptare, ndërsa trashëgimia e tij mbetet e gjallë në këngët dhe interpretimet që la pas.